Ky emision mundësohet nga Përshëndetje miqtë e mi të dashur të Zoom, për i takohemi kështu edhe këtë herë me mua Albina Zenelien, këtu në ambientet e Zoom Cafe, sponsorin ton general dhe jo më rastisht ose jo më këtë jemi këtu sot, për shkak që është edicioni speciali 8 vjetorit. 8 vite me Zoom, 8 vite ku unë Albina Zenelien kom qenë pothuaj se çdo javë të premteve nga ora 19 vetëm në kanalin zyrtar në YouTube. Një emision që përveç informimit, piksynem ka pas edhe argëtimin dhe promovimin e bizneseve ose më saktë artistave trinj që kanë dashur me pas përkraje nga mediat. E këtë edicion po dojmë sot me nis me falënderime si gjithmonë për ata që mundsojnë realizimin e emisionit, por edhe për këtë pjesën tjetër që si gjithmonë kujdesen për veshjen dhe dukjen time. E historinë e parë sot po du me nis pak më ndryshe, jo me ndonjë personazh, po me sukseset e sfidat e po ashtu gjëra që e kanë karakterizuar në Zoom për këto 8 vite. Ishte prilli viti 2017 kur filluam një rrugtim as pak lehtë e që na priste një ardhmë e ndritur. Në Zoom fillimisht startoi me insertë të vogla e pastaj u bashkua në një epizod 40 minutëshe ku publiku e mirëpriti. Një emision javor që u transmetua çdo të premtë nga ora 19 vetëm në kanalin zyrtar në YouTube. E që nga jo konë Zoom u transformua edhe në produksion, duke parë nevojën e bizneseve që duan të funksionojnë dhe punojnë online. Kemi pasur kërkesa për të realizuar spote atraktive që shpejt bëhen virale. Pastaj investuam në pajisje për filmim kualitativ. E kemi filluar me hotele nga vitet 2019 e 20, pastaj vazhduam me restorante e lunch. Pra shumë se vetëm një emision showbizi, në Zoom sillte në ekran figura më eminente të fushës së artit dhe kulturës. Një format që përmban 7 rubrika, ku secili personazh publik e ka pjesën e tij varësisht temës për të cilën ftohet. Rrëfim ftohet dikush që ka bagazh më të gjatë, synohet të nxirret ekskluzivitete, e madje ka momente kur përloten ose mysafirët befasohen nga dikush. Intervista javës, për cilët showbizi shqiptar në 70 dhe ai apo ajo që është klikuar shumë e ishte temë portaleve, tentojmë ta kemi të ftuar për ta diskutuar atë temë. Ke guxim sfidon dy personazhe publike, qoftë me pyetje dhe kutis që i bëjnë njëri tjetrit, qoftë me ndonjë lojë atraktive. Humbsi ka dënim, ndërsa fituesi e pret një dhuratë, zakonisht marrin trofe me emrin e fituesit. Neve para se ta hapim që mos tonë pan dhuratën dhe u kënaqen ose u zgënjyen. Ju jemi shumë mirënjohës dhe shumë falenderues që na keni përzgjedhur për intervistë. Vox Pop, mendimi i qytetarit në lidhje me një pyetje javore. Këtu duhet përmendur që për çdo fest në Zoom i shpërblen ata me lule, ëmbëlsira e të tjerë. Çka ka tren showbiz është rubrika që del në fund, ka të bëjë me kush, kur, çka ka sjell pra arisitë e showbizit vendor në një javë. Ata këngëtarë që janë në përgatitje të këngës së re i telefonojnë për t'ju marrë prononcime.
Ka edhe rubrika që ende nuk kanë emra, por që po pritën mirë nga shikuesit besnik të në zonë. Dohet me blic pyetjet në zonë. Blic pyetje, përcjellja një artisti deri të mbrëmja muzikore, përgatitja, këndimi dhe në fund intervista ku marrim pamje ekskluzive nga atmosfera e krijuar. Reportazhet e ndryshme ku për çdo javë jemi në qytete dhe shtete të ndryshme, kryesisht të rajonit, ku shohim se si është jeta në treva të ndryshme apo politikanët në një dimension tjetër. Që saksi shpedive diku ka 120 euro i kam në kulet ati. A i shohem bashkë? Po, jo, ta shuk. E 200 posë, e pagujti një faktur, 200 posë në ati. Lajmet ekskluzive ku citohemi vazhdimisht duke u bërë burim informacionesh për media tjera. Në vitin 2020 është themeluar portalin Zoom.biz, ku përveç informimit të shpejt dhe të sakt, janë të sistemuara edhe rubrikat roz ama jo politika. Nëzomeret me sukseset e artistëve që janë apo jo të njohur, kjo pa ka rëndësi. Dyert e emisionit janë të hapura për secilin individ që bën një arritje e që krenohet me të. Në Zoom e 14 prill 2025, mbushi 8 vite jetë, duke qenë një ndër emisionet që ka arritur ta ruaj stabilitetin në treg, që pavarësisht konkurrencës nuk është degraduar, që të servoj antivlera e skandale tek audienca besnike e saj. Në Zoom ka në pronësi emisionin, portalin, një kafiteri dhe kompanin për menaxhimin e rrjeteve sociale. Personazhet më të spikatur në mediat roz. U vetuam pothuajse çdo fundjavë në vendet e rajonit, ku kemi sjell intervista me këngëtarët që ju i keni kërkuar. U rritëm bashk, festuam ditëlindjet e disa prej mysafirëve që intervistuam. Në Zoom është një format që ju kushtoi minutazh çdo moshe. Emocione e lot pothuajse në çdo epizod, përjetuam me ju momentet më të vështira të jetës. Po, kam dështu i herë. Me gisht nuk mune me vra vesh një mik. E ke vra vedin edhe të ndërptu. Dhe ja ku jemi pas 8 vitësh, akoma në treg, e madje edhe më të fort. Këtë dëshmojnë edhe klikimet në rrjet. Faleminderit shumë për besimin tuaj. Ju premtojmë që nuk do t'ju zhgënjejmë. Në Zoom, emision me autore dhe moderatore Albina Zeneli.